me radhë, ky është skandal tonë. Egjiptit, arbitrat i dhanë një asist të jashtëzakonshëm për ta interpretuar ndeshjen si të barabartë, me heqjen e golit dytë të Egjiptit. I dhanë një shans Egjiptit që Egjiptit ta justifikojë dështimin e vet. Nuk është se ndikoi ajo ndeshje. Egjipti duhet kishte menaxhuar 10 minutat e fundit të ndeshjes, nuk ja ka fajin askush. Fiks. Për rezultatin. Fiks. Janë kampionat e botës, zotëri. Parë nga pikpamja teknike, Argentina me rezultat 2-0 në disavantazh, një ekipi evropian doja kthente rezultatin. Valla 2-0 e se kisha menduar që do... As Argentina vetë, as e ka menuar se ka menduar. As një se mendoj. Gazetarë, unë për shikoja në kanal Argentinas ndeshje. Atyre ju ra zëri fare. Si komentojnë Argentina si janë? Gjithë kohës. Janë të mirë në koment? Shumë të mirë. Janë të mirë, ti gjuën ujë, besoj, 30 vjeç. Kanë edhe ato pasaj pusin shpreje, gjera kështu. Po, shprejet. Unë e hapa që në 4-20 e hapa në... Se të pëlqejnë ato, të ke dhe që ka të nostalgji. Po futbol, ke lujtë në njëra ti përqef në Argentinë? Po kështu në për këto Calceto, kështu. Po qa, portierri dhe atje? Herë portier, herë diljapa. Ishë këti sala palestra, dhe më që shkonim një javë që bënim kështu për... Kisha kol kushtën këtu, tha, ishte Ali Mersini, tha, një ndër portierët më të mirë në Shqipëri. Pse i thash unë? Për të ashtu më shumë, unë mbaj mend. Por nuk isha, atëherë isha i vogël, isha një gjendje që të e mbaj mend kualifikimin që ju arritët në 8 më të mirët e shpresave, që arritët, a isha kulmi, që vajtët me Italinë, eliminut Gjermaninë, një grup i jashtëzakonshëm me Demollaris, Miani, ku diun gjithë me radhë, kushte me radhë, që ka qenë atëherë Josa. Më tha, Sokol Kushta, tha, Mimi kishte i magji, tha, dinte si të pozicionohet, tha. Tani si mësohet kjo, se ka dhe portierë që në ndjekit tani, që unë të rri, a i tha dinte ku shkon të topit, pozicionimin e kisha 10, tha. Si mësohet kjo, profesor? Ato nuk janë gjëra që mësohet. Ato janë gjëra të lindë. Portierë, tani s'ke qenë portierë ti zoti Alliu. Ka gjëra... Apo ke qenë në jerë? Ka gjëra që janë të lindura. Duhet me qenë portier me kuptu kaq. Ja, po prandaj po them, ja ta djegji. Ka gjëra që janë të lindura. Ka gjëra pasaj me stërvitje. Unë kam patur fatin e mirë që unë jam rritur të shkollë e mjeshtërisë. Më kupto? Edhe ne aty i bënim të gjitha llojet e sporteve. Më kupto? Plus kësaj, kam patur fatin e mirë që kam patur 2 portierë dhe 2 njerëz shumë të mirë, Lilu Arasin edhe Pandisaren, që na merrnin edhe na servisin edhe na bënin, më kupto? Plus pa folu pasaj për profesorët, kanë qenë vitet tjera, më kupto? Po do me thënë, baza kryesore e imja dhe shumë prej nesh që kemi dal nga ajo shkollë. Ti ke luajtur me kushtet, se ai po prandaj po më kushten që në 82. Ka qenë kushta më i shpejtë në Shqipëri? Se ka pas diskutim, ka qenë lojtari më i shpejtë në Shqipëri? Kushta? Koli ka qenë shumë i shpejt. Me kolin njifemi që... Jo, e kam lavin të sprindi. A i ka qenë më... Unë tani nuk më për Koli të linde numrin, i thoshim ne atere. Veç numrin ke mujtë mja pa. Numrin brapa. Të linde numrin, do me thënë, i shikoje numrin. Më kupta. E bukur kjo të linde numrin. Ka pas lojtarë të brezit të Mersinit, që ishin, më falë. Skajje. Ka pas lojtarë që ka pas forcën fizike. Ka pas lojtarë që kanë pas teknikë. Ka pas lojtarë që ka pas shpejtësi. Po lojtarët bashku me shpejtësin me forcën, si Sokoli, në atë periudhë nuk e kishte njëri. Në kampionat shqiptar. Nga të gjithë sulmusit të. Ishte Benminga i fort, Najer për plase, Boj, pozicionu, sulmus shumë i mirë. Jo, Koli ishte tjetër gjo. Koli kishte shpërtimin, i kishte dinamikën e kishte. Që mu që më pëlqete shumë. Qimi është tjetër natyrë lojtari. Ishte violin, ishte kështu, bënde ata. Nuk është në atë pozicion. Ishte shumë europian. Shulbe Mollaris. Nuk është në atë pozicion. Karakteristikat tjera. Mehmet, ju atere, shikonit ta lojtarët në Shqipëri? Kushtën? Shikonit? Vjen keq, kom qenë shumë i ri. Isha shumë tifos kër e rafin Partizanin e Beogradit. Ku ishe ti atere? Isha në Kosovë. Qa u bë kur rafin Partizanin e Beogradit? E tjekëm Kosovën komplet, veç gjithë rrugë bëshin kushta. Edhe pastaj
u mra rasti, u ktheva në Shqipëri dhe takoj Kushtën. Ua, ta Sokoli, e përqafovash. Jetën më të lumë të rëkum pas atër kër i ke mujtë Partizani Beograd. Pa le, dha, kër e kum mujtë, kër kum luta me Barcelona, dha, e ka qenë për mu. Ik ma të s'po të kup. Sa më interesoj ke Barcelona. Por e kam vetëm një përshëndetje për grupin. Për nga e kemi? Nga vajza ime Amina. Se Amina thot, të lutna, thuj që unë e du Mesin shumë. Po. Edhe tjeni dhe ju për Argentinën. Ti jemi ne me Argentinën? Po, thot Amina, po. Por ne jemi për Novamatin njerë. Të iqem nga çdo fjalë që thash për Argentinë. Amina i përshëndet shumë. Amina, qa bën Amina? Me qa, ku është tani? Amina tash në një kamp veror. Po... Shkon shkollë, studion? Jo, tash po merr një kamp veror që në këtë periudhën që jemi në punë ne dy prindrit, ajo e kemi regjistru të një super fare kurs, piano, pe kalon shumira piano. Me dëshirë shkon, edhe me 17 korreke ka një koncert që do ta... Po... Qa, i bje vetë? Po, do ma sjellësh një ditë në studio ti mua, se ne bëjmë të kështu. Po, sigurisht. Do ma sjellësh një ditë në studio që të krijojmë çik atmosferë. Ne një ditë këtu erdhën një këngëtar dhe një akrobat, ishte shumë bukur dhe më bukur çunat e regjisë, janë fantastik fare. E pana të gozën që ishte fantastike duke kënduar, kemi dhe i përshëndetje tjetër, duhem dhe i tjetër. E filloi u bësi recital nga emision sporti, por megjithatë gjithmonë sport art janë bashk. Para 4 vjetë dhe të vi këtu të performoj këtu. Atë stilin e Mesit që bëjke... Pse sporti ka lidhje... Alesja, pse sporti ka lidhje me artin? Maradona. A që vërpora? Maradona e ka për në 2010-ën. Ka? Ato që ushtri në shi. Jo, Messi e kishte këto që shkëke në gjujnë. Gjujnë, ushtri ke kështu, bëjke zdi, vajza, me 6 vjetë që kur ka qenë 10 është. Qartë. Edhe bëjke non stop për fitoj Argentina. Alesja, sporti dhe arti, bota e spektaklit, si e shikon këtë bashkim që ka? Për mu, mund të ketë 2 këmbështrime, i pari mund të jetë i lidhur me idenë që shumë sporte, me lëvizje, me edhe prezencën e muzikët, mund të bëjnë një shprehje e vetes, edhe shumë njerëz për shembull bëjnë sport sepse i ndihmojnë edhe jo vetëm fizikisht, po edhe për shëndetin mendor dhe të gjitha, edhe mund të jetë një formë shprehje e lidhur edhe me artin, kurse vizioni 2 që kam mund të jetë, siç e thatë edhe ju, me atë botën mbrapa që bëhet në moment të dytë me lidhje me sportin, siç e shohim duke folur për futbollin, kur një personazh bëhet i njohur ose kombëtare për shembull ti e shikon kombëtaren shqiptare? Kur ju kombëtarja? Ka raste që e shikon, kur ikën europian. Një në i lojtar nga të kombëtares, nga këta çunat? Me emra kështu? Apo si ashtu? I kam me fytyra po. Me fytyra po? Me fytyra po, po me emra... Aslani për shembull luan në Itali, Aslani te Interi që ka luajtur, Aslani Broja, gjitha... Pastaj ishin 2 vëllezër, njëri në Zvicër, I kam parë kështu pak. Angelina, kush e fiton këtë kupë bote tani? Si po shkojnë punë, Gjermania iku. Cristiano po mediton tani. Është në shtëpi, Holanda po ashtu. Për mua, ky ka qenë botërori i, ndonë se tani janë në shtëpi, ky ka qenë botërori i Kepët e Gjelbër. Kepët e Gjelbër. Po. Dhe Norvegjia që për mua është surpriza e këtij botërori, edhe pse unë nuk e di si do shkojnë ndeshjet më pas, por që me ndeshjen me Brazilin dhe me qa i dha këtij europiani, e ka qenë mendimin tim është surpriza e këtij Norvegjia, e këtij botërori. Por, unë jam tifoz e Spanjës. E kuptoj. Kam pasur dhe Brazilin të preferuar, por që Brazilit është... E kuptoj. Kështu unë jam tifozi Novamat, prandaj duhet të lexoj një çik. Novamat Experience, inovacion dhe siguri për çdo projekt. 41 vite eksperiencë në tregun europian. Novamat ofron produkte ekskluzive me çmime të pakonkurrueshme dhe teknologji të fundit. Sistemet ultramoderne të filtrimit të ujit, pompat avancuara për hotele, pallate dhe objekte sportive, të dizajnuara për
efikasitet dhe qëndrueshmëri maksimale, zgjidhje qëndrueshme dhe efikase në impiante fotovoltaike me performancë të lartë në treg. Kompletojmë gjithashtu impiante elektrike, elektronike, hidraulike për hidrocentrale, termocentrale, nën stacione elektrike, fabrikat ndryshme pishina e tjerë, duke siguruar cilësi dhe siguri në çdo hap. Novamat, teknologji dhe besueshmëri gjithmonë pranë jush. Ç'a bëhet e Novamati tani? Si është atmosfera e Kupës Botës? Shumë mirë. Tash kena fillu zjarë, që po flasim. Diskutimet. Se këto grupit që ishin me të thënë drejtën e sisha tani ka fillu Kupa, bukur. Tash ka fillu, tash po dalim edhe jashtë. Po shikojmë ndeshjet jashtë. Dark. Po ndark. Po duhet më sjellësh tani një antar të kush është nga të krye tifozë aty, do ma sjellësh këtu në program të Novamatit. Po, do të më pruan nusën teme. Duhet vimi çik. Ja shikojmë, po tani kur kam pushim aty, kur mblidheni në kafe diskutohet si. Jo, edhe gjatë punës, na jemi gjithë, punojmë shumë, por edhe jemi allegri. Ja ambientet ku janë atje. Edhe jemi allegri, jo tash kemi dorë, atje jemi po se po, por jemi edhe këtu të ambasador Treshi. Erdhën dhe pjesa tjetër. Po, kemi bërë zyre të reja për administratën këtu, po. Po. Edhe po diskutojmë shpesh për futbolin. E ke dhe stadiumi afër aty, e ke gati. Po, tash... Sport dhe Novamat, gjithmonë. Gjitha bashkë. Si gjithmonë, me sportin, me futbolin. Super fare. Mirë, do bëjmë një ndeshje ne, gazetar sportiv me Novamat. Po. Po fitojnë ata më të... Si? Po fitojnë asë... Që fitojnë? Po se kanë më organizim më të mirë, gjërsa është... Si dhjetë ndeshjes? Tin, gazetarët lujnë mirë me lafe, me kam lujnë sportistë. Po i lirën dhe ta marrë të une.